Pra kjo ishte problemi. Unë i them të tërë nëpërmjet jush që unë nguta edhe kërkoj ndjes, sidomos për dëshmorët u çikos. Do më vinte shumë keq që unë të mendoja që ata u vranë për të bërë Kosovën republikë. Ata u vranë për të luftuar për të bërë Kosovën pavarur, sigurisht. Edhe gjithë luftëtarët e tjerë, gjithë veteranët. Kështu që ju kërkoj ndjes. U tregoj pa kujdesshëm aty. Çka do të duhet me procesin edhe me kredet e ushtrisë ligjore në Hauk? Po flitet shumë që ata do në fund të këtij viti do të përfundojnë procesin dhe ata do të lirohen. Çka mendoni ju personalisht? Unë uroj që të lirohen. A besoni në pafajësinë e tyre? Pafajësinë nuk besoj, kam të sigurt. Edhe unë çështoj. Shiko, atë pafajësia e tyre është e sigurt. Meqense ata në fillim u akuzuan për krime shumë të rënda. Ajo që bëri përshtypje në Europë ishte transplanti. Tregtia e transplantit organeve. Që gjoja në Shqipëri ishte një klinikë shtëpi e verdhë. Ishte absurde. Megjithëse u kundërshtua, ajo tani s'ekziston më, po me ato u fillu procesi. Pastaj u detyruan ta heqin nga akuzat. Tani hoqën dhe plot akuzat tjera dhe ka ngelur akuzat që po e them me fjalët e mia se nuk e di si formulohet ligjërisht, është që këta kanë përgjegjësinë që s'kishin një ushtri të disiplinuar dhe mos i linin ushtarët që kanë gabuar, sigurisht ka ushtarët që kanë gabuar, kanë shfrytzuar faktin që kishin armë në përduar, e kanë shfrytzuar që ndjenin një mbështetje te UÇK-ja dhe ndonjëri ka marrë dhe hak për ndonjë gjë. Gjëra të tilla kanë ndodhur dhe nuk çuditëm, kanë ndodhur në Shqipëri mas luftës. Do të thonë, në një situatë të tillë, ku s'ka shtet, kur akoma s'është krijuar shteti, kur Kosovën e ruanin të huajt që akoma se njifnin. Do ranë institucionet e serbe të Kosovës, situata ishte që ndodhin ndonjë gjëra të tilla, pas është përgjegjësia e Hashimit. Nuk ishte Hashimi shefi një ushtrie të rregullt që të dinte biografinë secilit, të dinte si qysh tekën e tash. Për këtë arsye unë them që ata janë absolutisht pafajshëm. Pse? Për akuzat që kanë mbetur. Akuzuan për ato të para të autoran veti, hoqën ata, po dhe akuzat që kanë mbetur se janë detyruar tani që vetëm akuzë është kjo që. Pse? Lejuan që të ndodhin gjëra të tilla atje poshtë. Ndërkohë që ajo nuk ishte ushtri e rregullt. Po sigurisht. Faleminderit shumë profesor. Kemi njoftur luftën partizane, unë kam pas baban partizan. Dhe jo nga librat e nga i matë, si ka qenë një luftë partizane. Bam, këtu, i mbrohu. Kryesore ka qenë mbrohu. Edhe këtë Kosova, UÇK-ja, e bëri detyrën e saj duke futur fitilin e luftës Kosovë. Milošević u tregu idiot, kujtoj se me forcë do ta zgjidhte atë problem, desh me i përzënë gjithë, vrau, bëri krime, Reçaku është. Reçaku është një nga kthesat e luftës. Ambasadori OSBE-s doli dhe bëri deklarata skandaloze kundra serbëve. Hera e parë që komuniteti ndërkombëtar jepte zyrtarisht, se unë e di që si i dinte të gjitha, jepte zyrtarisht opinion të qartë kundra serbëve. Po të shikosh se unë i nxora në një letër, po s'ke nevojë që t'i përdorin, ka ndodhur shumë shpejt ngjarje pas njëra tjetrës. Prekazi në fillim, pastaj ndodhi Reçaku, pastaj me radhë erdhi Rambuje shumë shpejt mbas. Brenda një vite gjys u përmbys situata. Kosova fitoi pavarësinë. Pavarësinë do hyri NATO brenda. Pastaj gjëra tjera, po, këtu ku jemi sot, akoma janë ca gjëra që. Por një vit e gjysmë. Pse ushtria qeveritare e Kosovës funksiononte, po ishin shumë pak, me aksione të veçanta që kanë bërë mbas situatës të Kamila Jashari, në Prekas, unë jam dëshmitar që UÇK-ja mori një hovë jashtëzakonisht madh. Një pjesë shumë e madhe e rinisë kërkoi që të luftoj. Erdhën në Shqipëri.
Erdhë në Shqipëri 20 e ca mijë vetë. Pse? Atje u hap lajmi, shkojmë në Shqipëri se atje t'japin armë. Faleminderit shumë profesor. U përpiqëm i bindëm që të ktheheshin, nuk kishte armë. Në Shqipëri kishte armë sa dush, po nuk e bënim dot, se atje ishin gjithë gazetarët e botës. Por, kështu ka qenë. Faleminderit shumë profesor. Faleminderit edhe shikuesve që na ndjekët, faleminderit edhe atyre që mësuan realizimin e këtij emisioni. Është ujë Sibura, një shish ujë Sibura, është një hap drejt jetës së shëndetshme, është Premium Center në Ferizaj që gjeni rruba të veçanta, e gjeni tek ura e madhe në Ferizaj, si dhe fidanishte Aflagaduni me pemë dhe fidanishte të bukura për ambientet juaj. Faleminderit shumë që na ndoqët. Natën e mirë, kaq ishte për sonte. Shihemi javën tjetër sigurisht.